Mirë se erdhët në podcastin tim dhe në episodin e 2 të serisë podcasteve dhe ndryshe nga hera e parë, kësaj radhe kam ftuar një koleg. Klevin Muka me mua, faleminderit për prezencën tënde dhe që u bëre pjesë e podcastit tim. Faleminderit, shumë kënaqësi, edhe të uroj shumë suksese. Tani po të ndiqja, unë jam ndruar rolet edhe po të shikoja me mendje, thash, kështu dukem kur prezantoj të ftuarit. Kështu dukesh, e? Si është në fakt të prezantosh të ftuarit? Po tani të them drejtën, më është bërë një lloj rutine. Do të përpiqem të jem sa më i respektueshëm, edhe të jem sa më korrekt në titullin që ka, në pozicionin që ka. Por në këtë rol, domethënë më duket më interesante të jesh i intervistuar edhe i ftuar se sa të ftosh. Patjetër edhe të ftosh të tjerë, ke shumë për të dëgjuar etj, po nga që nuk kam qenë shpesh i ftuar. Ky është podcasti im i tretë që kam qenë i ftuar, asnjë podcast nuk kam bërë vetë, po domethënë janë role të ndryshuara. Një punë që e bëj për ditë, më ndryshojnë rolet. Është ndryshe të pyesësh dhe ndryshe të japësh përgjigje. Shumë interesante, sinqerisht. Në fakt ne do të bashkëbisedojmë. Klevi është një nga gazetarët guximtar, një nga gazetarët që e thot të vërtetën pa u menduar fare, sepse shpeshherë ne flasim për etikë gazetareske, duhet jemi të paanshëm, por askush ose rrallë gjen gazetar që nëse mund të them ta përplasin të vërtetën në ball. Tani si çdo, shpreha që çdo popull meriton qeveritë që ka, është e vlefshme për çdo fushë. Çdo popull meriton gazetarët që ka, çdo popull meriton ekonomistët dhe çdo gjë tjetër që ka. Kështu që nuk është se një profesion i caktuar apo dhe gazetarët vetë bëjnë diferencën që apo prit se duhet përfaqësoj. Jo, nga ky popull kemi dalë gjithë dhe përfaqësues këtyre njerëzve jemi. Po, jemi qytetarë në radhë parë, pastaj përfaqësojmë një kategori të caktuar. Domethënë, si në çdo fushë tjetër, siç janë problemet e shoqërisë, këto reflektohen edhe te problemet e gazetarëve, edhe te problemet e politikanëve, se shpesh themi që jo, po kur kam bërë deputet e këtë kanë. Gjersa është zgjedhur nga ju, është gabimi që për shkak se këtu kemi, se s'dua dal në tema, s'dua të shpërndajmë shumë. Gjersa ne këtu kemi një largim të madh të trurit, edhe të profesionistëve. Tani me këto që mbeten do sajohemi, kështu që edhe gazetar, çka kemi mbetur, këta jemi, e kupton. Se nuk është se është një punë elitare. Ndërkohë që po zgjidhen deputet, njerëz cilët nuk janë nivelin intelektual. Të vjen keq shpesh kur shef një nivel të ulët të parlamentit shqiptar? Mendoj se është e qëllimshme. Është e qëllimshme për thjesht... të marrë votat, kartonat, për t'i komanduar njerëzit? Jo, është për t'i dekurajuar njerëzit. Po vetëm sa ta përfundoj ato që po thosha për më herët, të kërkoj ndjes. Pra, gazetarët janë nivel përfaqësimi, domethënë e kisha nga populli, nga njerëzit. Ne jemi një prej tyre, domethënë disa prej tyre, përfaqësim. Kështu që mos prisni që të jenë njerëzit më idealist në një shoqëri që nuk e vlerëson ndaj shumë idealin. Domethënë kaq kisha për atë pjesë. Tani për pjesën e dytë, për pyetjen tjetër. Jo, doli kështu. Më vjen shumë keq, mendoj që bëhet me kast për dekurajuar njerëzit, sinqerisht nuk mund të ketë atë nivel, domethënë komunikimi ose atë nivel gafash që bëjnë, se nuk është më gafa, pastaj është idiotësi, domethënë gaf mund të bësh një herë, dy herë, pastaj je tërësisht i paaft për të bërë një gjë, nëse çfarë ndjen ti kur dëgjon një eksponent të politikës shqiptare? Keqardhje për veten, keqardhje për vendin, për veten, për shoqërinë. Për shoqërinë, për familjen që përpiqem që të ndërtoj këtu, për fëmijët, domethënë. Kjo është keqardhje e madhe, kupton që ti nuk ke një nivel përfaqësimi as në nivelin intelektual të masës, a kupton? Dhe jo më të zgjedhësh ti njerëzit më intelektual aty, a kupton? Që i dekurajon tërësisht, paktën të rinjt. Ose ata që kanë një lloj dëshire për tu shkolluar, për të arritur diçka në jetë në mënyrë organike, në mënyrë integrale, pra jo rrugën e shpejtë. Tani del një aty që ka bërë shortcut komplet. Pas një lloj shkollimi, pas një lloj vjen nga një background, domethënë pas një lloj eksperience, thjesht me
servilizëm të jashtëzakonshëm ndaj pushtetit. Po ka eksperiencën e votave, ka mbledh vota. Votat i mbledh partia, i mbledhin të fortët, i mbledh faktori ekonomik. Pastaj individët që janë, pra këta pastaj janë klon cirku, nuk është se janë as faktor politik në zonat e tyre elektorale. Pra, gjithçka bëhet për të ushqyer fasadën dhe jo për mbajtjen. Edhe më vjen shumë keq që në vitet e fundit ne jemi investuar shumë te fasada, në çdo aspekt të jetës, edhe në aspektin social, çfarë dukemi, jo çfarë kemi dhe jo çfarë jemi realisht ose çfarë prodhojmë realisht. Dhe mjafton që të merresh me formën dhe për mbajtja s'ka rëndësi. Kështu bëhet edhe kjo debate idiote ndjes për vulgaritetin. Edhe në parlament, e kupton, merr jo e tha, jo se tha, jo ktheu shpinën, jo ktheu dorën, ktheu kokën, nuk merret njëri fare me problemet reale, më sinqerisht. Dhe kjo është alarm i madh. Merren për shembull çfarë tha Zegjineja, se bëm tash sigur kush është. Çfarë tha Zegjineja, çfarë tha tjetra. Nuk merret njëri me problemin real, më. Çfarë probleme kanë qytetarët? More këta që po shkollohen sot, a kanë këta një të ardhme? Cili është shembulli, apo krijojmë në role model siç kanë çdo shoqëri e zhvilluar në perëndim. Pra një person që ngritet në mënyrë organike, fillon nga zeroja, i ngjit shkallët pas hapi. Gradualisht shkon te 30 ta bëhet deputet, a kupton? Në tempullin e demokracisë. Tani këta nga minus 50 shkojnë direkt, domethënë aty si përfaqësues populli. Imagjino ti, unë si qytetar nuk ndjehemi përfaqësuar në askush. Si thot kush problemet e mia realisht, sinqerisht, nuk i thot ose të problemit komunitetit ku jemi. Pra këtu është një fasadë e madhe, një nuk e di, është hedhur një gur në lumë dhe të gjithë përpiqen që ta nxjerrin. Po këto probleme i shohim vetëm ne që jemi ai komuniteti i medias, apo janë probleme që shpesh herë edhe njerëzit kanë frikë ti shprehin. Në të përditshme. Ndoshta nga puna ime, unë ndoshta edhe jam pak i helmuar, konsumon shumë aktualitet politik. Jo, nga telefonatat në mëngjes që marr nga qytetarët, gjë probleme pafund. Shumë problematika ndryshme, edhe ndonjëherë edhe përfshihem, dashje pa dashje, normalisht po ti dëgjosh. Edhe kur përpiqesh që të rregullosh në një prej tyre, domethënë që të zgjidhësh ose ta adresosh. Po është për të vënë duart në kokë, sinqerisht. Po nuk merret. Dhe ajo që më vjen më shumë keq është që këta persona që kanë këto probleme janë këta persona që merren me fasadën, merren me formën, po asnjëherë me përmbajtjen. Thonë ç'm duhet mua politika, se nuk duhet merrem me politikën, un kam këtë problem. O zotëri, o zonjë, ti ke votuar filan fistekun, i pari që ti do kërkosh llogari është zotëria që ty të ka kërkuar votën. Tash kjo më duket absurde fare, thotë, po jo duhet ta zgjidhë institucioni. Ora ai është institucioni. Institucioni kush përbëhet? Dhe prandaj më vjen keq domethënë kur shoh këtë nivel përfaqësimi. Sinqerisht, edhe mërzitem shumë, edhe unë përjetoj gjëra, domethënë nxehem shumë shpesh herë, domethënë edhe përjetoj që ore ku jetojmë, valla si na e bëjnë kastile këto që vën këto. Ke menduar ti ikësh? A ka menduar ti? Ka menduar, them drejtën. Ka menduar, por jo aq shumë. Seriozisht, nuk e ke ndar mendjen. Nuk e kam dëshiruar aq shumë saç duaj që të bëj diçka këtu. Domethënë është më e madhe forca e të qëndruarit këtu në vendin tënd. Kjo më duket momentalisht të paktën, dhe nuk është zgjidhje që të dorëzohesh, ty lësh vendin këtyre që janë, e kupton? Duhet përpjekur tani si stoik, po të marrësh filozofinë stoike që ti nuk duhet dorëzuar kurrë, ti je altruist, mos presësh gjë në këmbim. E këtë e ka dhe budizmi, që solidariteti altruist, që ti bën diçka, përpiqesh në të mirë të komunitetit, pa pritur që të vijë diçka mbrapsht, e kupton? Sepse ti ke investuar te brezat, ke investuar te ardhmja. Dhe me këtë deri tani kam qenë stoik. Sado qëndroj stoik. Sado qëndroj nuk e di, a lëm kohës. Shiko, unë desha të ktheheshim pak në kohë, në fakt, edhe doja të njihesha pak edhe me fillimet e tua në gazetari. Si nisi, mund ta kesh thënë ndoshta në vende të tjera, por është shumë e rëndësishme për t'i dhënë dhe një model të rinjve që po mendojnë të largohen, apo që i kanë prerë shpresat, apo që nuk kanë më asnjë gjë për të humbur dhe duan të largohen. Edhe unë doja shumë që shumë të rinj t'i mbajmë këtu, sepse në të përditshmen time shoh që ka nevojë tregu në shumë drejtime, profesionistë, mungojnë kudo në të gjitha fushat,
dhe do ishte një mënyrë e mirë për ta dhënë eksperiencën tonë. Unë kam nisur rreth viteve 2007-2008 gazetarin dhe nuk i kisha menduar kurrë kështu. Unë them drejtën tani për të qëndruar t'i bindim tjerë që të qëndrojnë. Kjo është raport kërkesë ofertë, domethënë çfarë ofron tregu. Misioni pamundur, a? Jo, ndoshta edhe të larguarit një herë për të parë diçka s'do i bënte keq, patjetër që duhet përpiqen fillimisht, mendimi im, që të përpiqen që të bëjnë diçka këtu. Mendoj si unë si person pozitiv për të qëndruarit në vend, e rekomandoj të çdo kush këtë. Por gjithsesi s'duhet privuar askush nga mundësia për të provuar një eksperiencë jashtë. Tani si e kam nisur unë. Unë e kam pasur ëndër, them drejtën. Gazetarin edhe aktrimin. Këto dy e kam patur, nuk e di, kisha shumë qejf, edhe pse kam pasur prirje deri diku për shkencat eksakte. Prap i kisha qejf aktrimin edhe gazetarin. Këto dy e kam pasur. Edhe e kam nisur fillimisht, vazhdova shkollën për gazetari. E kam nisur fillimisht në portal, në vit të dytë, në vit të parë të masterit. 21 vjeç, diçka punën në profesion, domethënë, se më para pas e kemi bërë të punë tjera, po. Po patjetër, nuk ka kamarierin, tabakan. Po në fakt se të ndërpreva, është profesioni i kamarierit ose puna e kamarierit është pak më fitim prurse se e gazetarit, Sot sezonale, po bëj shumë kopa për kamarierin. Dhe atëherë s'është se bëj nami kur kam qenë në kamarier. S'kishte shumë bakshish. Edhe e kisha shumë qejf të bëhesha gazetar, e ndoqa ëndrrën. Më thoshte, domethënë në familje as e mendoja, të them drejtë, nuk e mendoja kurrë, domethënë që unë do dilja një ditë, se e kisha, e mendoja kështu sigur ç'është, të dalësh në ekran, ëh? Të dalësh në televizor edhe të japësh lajmet. E kisha domethënë ëndër dikur. Nuk e mendoja dot që unë do jap një ditë lajmet. Nëse për inerci vazhdova domethënë çka kisha qejf, bëra gazetarin, fillova punë në portal, edhe në moshën 21 vjeçare, 22 diçka e tillë, pas një viti punë në portal në Shqipëri, unë do ikja jashtë. Do ikja në Suedi, do punoja në një fermë kuajsh. Më gjeti një kushërir im punë, ishte vendosur atje po bënte ca kohë. A do vish, ta gjej unë të shketit mbaj unë këtej andej. Mirë, lash punën unë. Do ikja unë. Edhe kisha bërë dhe provimin e diplomës. Ndajta 2 muaj bëra dhe provimin e diplomës. Tani do më kisha këtë 2 mujorin para sa për të dhënë provimin. Temën e diplomës aso kohë. Edhe ishte bëj një audicion te diela shqiptare. Por ka një mesazh për ty, kush çonte mesazhet. Bëhet audicioni, nuk kam dashur të shkoj. Bashkëshortja ime, aso ko ishim shumë të rinj, të nxiti, të shtyllur. Nxiti, jo do vemi këtu, do bëjmë audicion, jo do vemi, jo s'do vemi, nuk doja fare të vija, domethënë. Unë isha me mendjen time, kupton, do shkoj atje si të gjej një mundësi pastaj që dikin na kjo fermë të bëjë një punë tjetër, shkoj në qytet etj. Me ëndra të tjera. Dhe jo vemi, jo s'vemi, nejse më bindi vajtëm. Vajtëm atje audicion, goxha veta ishim, me thënë drejtën. Do t'i kalova fazën e parë, 2 e 3, vajtet e faza finale, faza e 4, ngelen 5 veta. Do t'i më zgjodhen mua? Më zgjodhen, fillova unë t'i jepja mesazhet, pastaj këto çoja. Ki bër rolin e postierit. Postierit, pa kohë kam bërë. Edhe ngela unë në Shqipëri. Kështu nisi gjithçka, domethënë që unë u futa në televizion. U futa në televizion, më dukej diçka e pabesueshme. Edhe pse tani kur kalon ca kohë shikon që si çdo punë tjetër është një punë, a kupton? Thjesht i ke një funksion tjetër, puna jote është para kamerës. Kështu që nuk është se bën ndonjë diferencë me çdo shërbim tjetër ndaj njerëzve në profesionet e shërbimit. Dhe pastaj ngela pastaj në media, gradualisht fillova punë të tjera, fillimisht media investigative në një projekt që nuk përfundoi, nuk u realizua kurrë. Pastaj kam bërë edhe gazetar programacioni. Kam qenë gazetar të Rudina Magjistari për shembull. Me të ftuarit të showbizit, që as këtë se mendoja kurrë ndonjëherë që do bëja, do merresha unë me showbizin. Edhe pastaj u stabilizova kur fillova punë, domethënë se këto kanë qenë punë nga nevoja, që sa të gjesh një vend, sa të krijosh një eksperiencë tjetër. Qoftë edhe për të marrë eksperiencë. Gjithë më ka shërbyer. E pastaj fillova punë në televizion informativ, kur shapur Euronews në fillim.
Unë kam qenë grupin e parë që kemi nisur me trajnime që në korrik 2019 para se dilim në transmetim. Dhe kështu nisi rrugtimi im, domethënë i kam marrë disa media me radhë në Shqipëri, kështu ngela në këtë profesion që patjetër siç rritet përkushtimi, rritet edhe dashuria ndaj punës. Ti zgjohesh në mëngjes herët, se ke programin e mëngjesit në News 24, ë? Është më mirë në ekran apo në terren? Ekrani është shumë komod. Se do dal diku dhe pastaj do të ngacmoj për diçka tjetër. Drejtën. Është komod, ka komoditet. Mëngjesi fillimisht e kam pasur të vështirë, po unë e kam bërë këtë, domethënë më ka shërbyer si stazh, se unë e kam bërë që në 2019 shkoja në punë Euronews në orën 4 të mëngjesit. Unë eksperiencë që për 2 vjet unë e kam bërë për ditë, ja 5. Andina fundi se shkoja në orare. E kam bërë dhomë, zgjoja roja nga gjumi. Jo, ne kishim për detyrim, unë punoja atëherë ne ishim grup 3 veta me Esmeralda Mulajn, kolegja që ishte në ekran. Unë isha në backstage, isha fillimisht gazetar e emisionit mëngjesit, në fund u bëra kryeredaktor i emisionit mëngjesit, e punoja me Esmeraldën edhe me Senkën, 2 vajza shumë të mira. 4 mëngjesit, nuk e di si e kam bërë domon për 2 vjet. Shkoja në punë. E çohesh aty bindej alarmin 4 mëngjesit, thosha hajde edhe sot. Po për terrenin çfarë do më thuash? Terreni. Të mungon? Terreni ka çdo sektor ka elementet e tij pozitiv dhe negativ. Terreni ka një të mirë që ti je në komunikim me njerëzit, në komunikim të vazhdueshëm, edhe pse unë e kam komunikimin virtual dhe zanor në mëngjes me njerëzit, sërse e kam humbur, po aty je më pranë, domethënë fizikisht me ngjarjet, me njerëzit, me gjithçka, domethënë ka këtë element shumë të mirë, shumë pozitiv. Ka vështirësitë e tij që ngjarjet mund ndodhin orar pa orar, ti do jesh aty, telefoni është gjithmonë në dorë. Po. Nëse ti nuk do ma thuash, do të ta nxjerrun me grepa, po do doja të dija një nga momentet më të vështira të periudhës që ke shërbyer si gazetar në median shqiptare. Tani përjashtimi nga konferencat e kryeministrit e vështirë. Aty s'është se ka qenë, domethënë çfarë pasoi mbrapa ka qenë e vështirë, në fakt, një periudhë e vështirë që unë për ca kohë kam qenë i pezulluar nga detyra apo nga prezenca për po përveç asaj edhe nga puna. Nga puna? Po. Edhe domethënë gjithsesi u largova. Okej, kam përshtypjen se po nuk do më duhet të ta nxjerr me çengel, bëhet fjalë për pyetjen që i keni bërë kryeministrit Rama në lidhje me disa përgjime ku ishte i përfshirë edhe ministri i asaj kohe. Ishte pyetje tjetër, jo me Manjen, me ish ministrin Musimanjen, pyetje që kam bërë pyetje ish ministres Olta Xhaçka, që janë përjashtuar. Edhe pas asaj domethënë kam ndajtur për një periudhë rreth 6 muaj i pezulluar. Isha i pa funksion. Po thjesht rria. Kjo është për të ardhur keq, është dramatike, sepse ky është një mesazh që i tregon vjen në kuqe çdo gazetari tjetër dhe cënon dhe rënd lirinë e medias. Tani apo s'kemi liri media fare. Jam mësuar, domethënë ai kam kaluar në kurriz shumë gjëra, kështu që nuk është se më bëjnë shumë përshtypje. Edhe nuk është se kam parë ndonjë reagim që t'i bëj të tjerëve përshtypje. Edhe ti dashje pa dashje konformohesh, domethënë me këtë sistem jetojmë. Këta njerëz kemi. Edhe ti do përpiqesh që të jetosh me kushtet që ke. Domethënë të mbijetosh në kushtet që je. Kështu që pastaj të diskutosh për liri media etj është një botë shumë më e gjerë. Nëse kjo që po thua dhe unë besoj ka qenë kështu dhe unë nuk jam njohur më parë me këtë fenomen, që ti je pezulluar nga detyra për shkak se i ke bërë një pyetje një funksionari shtetëror, kjo është shumë e rëndë, mendoj unë. Ti je personi që e ke përjetuar dhe më lejo të përgëzoj, sepse unë mbaj mend vetëm pyetjen që i keni bërë kryeministrit Rama për ministrin Manja,
Dhe momenti tjetër, por rasti i dytë. Po, momenti më i bukur ka qenë mënyra se si ti e imitoje ministrin tek Jam përpjekur që ta citoj. Jam përpjekur që të citoj origjinalin, kaq. Kështu do doja ta cilësoja unë personalisht. Kjo është gjë shumë pozitive që ke bërë, sepse të pyesësh sot nuk është gabim, por kusuri që ke marrë nga pas, s'është punë, shiko. Varet çfarë gjëje do të bësh. Domethënë nëse ti ke vërtet dëshirë që të bësh punën tënde me idealizëm, do e bësh, ndoshta nuk do kesh rrugën e gjatë përpara, por praj sa do shërbesh, do e bësh si duhet. Po mi, këto dy raste të kanë stepur, të kanë bërë të mendosh prit ta pyes, mos ta pyes, ta nxjerr, mos ta nxjerr. Unë s'kam shkuar më në konferenca. Domethënë që kur kam përpyetje unë s'kam. Je person non grata. Jo, pastaj apo e kanë hequr më detyrën e atij që ta bëj këtë punë, kupton? Nuk është se kam pasur më si punë. Domethënë sektorin e kryeministrisë dhe qeverim, pa. Që ta mbuloja unë. Kështu që prej atëherë nuk e di. Ishte një zgjedhje jotja apo thjesht ta thash pra që unë ishte një mundësi tjetër? Jo, u pezullova prej punës ku isha, se nuk ka rëndësi, se është shikoj. Jo, nuk po i përmendim, jo, nuk tregu aq është i gjithë, kupton, dhe ne këtu rrotullohemi prap, s'ke çaj bën. Dhe kjo ndodhi, kjo u pezullova, pastaj unë kërkova për mundësi të tjera, kupton, pse ishin shumë të kufizuara pas asaj që ndodhi. Dhe nuk kam pasur më atë pozicion që për asaj. Si e shikon situatën mediatike në Shqipëri? Tani, e rëndësishme është që kemi gazetar të mirë, kemi njerëz që mund besohen, kolegë që mund besohen, edhe që bëjnë punën e tyre me integritet, pavarësisht se janë pakic, po duhet të fokusohemi këta individ, mendoj unë, që të fuqizojmë gazetarin, më kupton, të fokusohemi te individët cilësor, të marrim informacion prej tyre dhe në një farë mënyrë kjo është vetë rregullimi i tregut, që nëse se fal rrjeteve sociale, mediave sociale sot nuk është se të gjithë kanë aksesin për të marrë informacion cilësor. Por fatkeqësisht të gjithë bien pre e informacionit jo cilësor, por të informacionit sensacional. Pra kemi të kapim klikime, lajme që në thelb nuk kanë asnjë lajm në vetvete, me titull bombastik, që janë sensacional, po nuk kanë përmbajtje. Edhe në një farë mënyrë kjo e mbyt atë tregun e gazetarisë cilësore që ka edhe ata gazetarë cilësorë që janë. Përgjithsesi disa individ që njihen edhe publikisht që janë referencë e publikut, ka një pjesë të tyre që janë besueshëm, kështu që mund të ndiqen ata, edhe në rrjetet e tyre sociale, jo vetëm në ekranin e televizorit ku punojnë. Kështu që kjo është e mira që mund të dallojmë, se nuk dua të flas negativisht, më kuptoni, i treg që unë. Jo, unë nuk dua të flas negativisht, por është mirë ndonjëherë kur i themi gjërat siç janë, sepse edhe na jep mundësinë që të përmirësohemi. Sepse normalisht gjërat avancojnë, teknologjia ecën përpara, sot kemi mundësi të shumta informimi, është interneti, është ChatGPT-ja, kemi dhe ministren diella të inteligjencës artificiale. Unë kam dhe bashkë prezantuesen time artificiale, Zana, të cilën e kam futur jo pa qëllim, por thjesht për ta bërë punën më të thjeshtë dhe më të lehtë. Por nga ana tjetër shoh që ndesh lajme që mungojnë 5W të famshme. Po, patjetër që me rritjen e numrit mediave, padyshim që bie edhe cilësia e tyre, domethënë po të kesh një treg masiv që synon që të jetë po ashtu masiv dhe jo cilësor, padyshim që do humbasi tërësisht përmbajtja. Ose një pjesë e përmbajtjes mund mbetet pak. Dhe ne kemi një treg me diku te 700-800 portale. Kështu po prandaj nuk duhen marrë për bazë pjesa më e madhe e tyre. Diku te 1-2-3% që këtyre gjitha portalet. Po, jam dakord, por parasysh janë realisht punë e vërtetë që u përgjigjet këtyre pyetjeve që problemi që ndron se është shumë e thjeshtë.
një njeri i stërvitur me lajmin apo me konsumin e lajmit, një qytetar që konsumon ose në VMC ka lexuar apo ka parë kronika lajmesh, ndoshta sot mund të jetë i aftë që ta verifikojë një lajm të rrem, por shumica e qytetarëve ndoshta nuk e kanë këtë aftësi për ta verifikuar. Edhe kjo pjesa e numrit lartë portaleve apo lufta për të kapur sa më shumë klikime, nuk e di nëse jam gabim apo jo, cënon pak besueshmërinë dhe rolin që ka media. Jemi akoma pushteti 4 si media apo thjesht në letra ose në mendje se tani në këtë periudhë që jemi ne, gjitha pushtetet legislativi, gjyqësorja dhe ekzekutivi po kanë probleme me njëri tjetrin. Kështu që edhe ne jemi në një rol më dytësor se që kemi pasur, themra, domethënë në këndvështrimin tim. Dhe besoj që ndoshta dhe ne duhet ishim më luftarak për të qenë në këtë pushtetin e 4-të që nuk është status për ta mbajtur fronë, nuk është status ligjor, nuk është status ligjor, por për të qëndruar aty, për të qenë në këtë tregun e madh dhe të rrëmueshëm që kemi ne, po njëkohësisht, domethënë aq të shpërqendruar sa është. Kështu që besoj se në këtë aspekt duhet ishte bërë më shumë. Të duhet bësh shumë punë për ndjekur pasionin tënd si gazetar, sepse më the që e bëj këtë punë sepse është çështje pasioni. Edhe unë e bëj këtë punë sepse e kam nga pasioni, por të ardhurat që siguroj janë gjithmonë të pamjaftueshme. Ty të mjaftojnë vlla? Tani është një gjë që unë se besoj që është futur njëri i gazetarisë për të pasuruar. Për të bërë i pasur. Okej. E bëjnë ata që kanë dëshirë, është një pakt që ke bërë me veten që do bëj këtë gjën që kam qef. Nuk është se do bëhesh i pasur, të paktën po të jetosh me idealizëm siç jemi ne, nuk bëhesh dot i pasur, por do jetosh mirë deri diku. Nuk mund, domethënë në aspektin financiar nuk është se ka ndonjë perspektivë të jashtëzakonshme, e kupton? Është po si të gjitha të tjerat. Me thënë drejtën. Po thash që është pakti që kemi bërë që do bëjmë këtë punë, se na pëlqen ta bëjmë. Na pëlqen ta bëjmë. Tani, a do vi momenti që mua më duket se është pranë, që nuk do jenë më kushtet për ta përballuar bërjen e pasionit, dhe do duhet bësh diçka tjetër. Ndoshta do përshtatemi tani që cila është marrëdhënia që ke ti me rrjetet sociale, sepse mediat sociale sot janë kthyer, le të themi, në krye të fronit dhe po cënojnë, në mendimin tim, po cënojnë deri diku edhe mediat tradicionale. Ose e kanë marrë atë pozicionin. Një shprehje shumë e bukur që mua më pëlqen shumë edhe që tregon natyrën jo vetëm njerëzore, po natyrën tërësisht, shpjegon natyrën. Është e vetmja gjë konstante në këtë botë është ndryshimi. Edhe kjo është, besoj, kodi i jetës, kodi i natyrës, zhvillimi. Koha është gjithmonë në lëvizje, bota është gjithmonë në lëvizje. Gjithçka është në ndryshim, kap kohën, a kupton? Dhe mendoj që me rrjetet sociale, si çdo gjë, vjen me të mirat dhe të këqijat e saj. E keqja është që njerëzit e kanë vështirë për të dalluar lajmin ndoshta ose vërtetësinë, për ta vërtetuar sa një ngjarje, sa besim mund të kesh te një person domthonjë që është i njanshëm, a kupton, se ai kështu e mendon, dorë ky ka bërë korrupsion, për shembull, dhe bën aty filani që vodhi këtu. Po pritë zotëri. Paktën vërtetojmë me fakte, e kupton, se s'po them që shkon në gjykatë se do duhet na 15 vjet për ta vërtetuar, po. Pasqyroj dhe faktet. Ndërsa tjetra është që mundësitë janë të pafund me rrjetet sociale. Këtë aspektin ekonomik që ti po thoshe, ndoshta ne jemi pak treg i vogël, po mund të jesh i pavarur në të bërit gazetari, në të bërit media, në të bërit ndoshta më shumë blog, domethënë të alternuarit pak, ose të përshtatesh më shumë me terren, mund të kesh mundësitë tua që të jesh i pavarur, pra të bësh. Ka shumë gazetarë që sot po bëjnë edhe influencerin. Po. Nëse nuk mund të bëhesh influencer me lajmin. Kur je në një format tjetër siç jam unë, po gjithsesi ke mundësi të tjera për të bërë diçka tënde. Domthonë për qafo kohën. Kjo është.
Po raportin me inteligjencën artificiale si e ke? Mirë, prapë është një gjë që duhet jetë në shërbim të njerëzit, nuk është njeriu në shërbim të inteligjencës artificiale, kështu që besoj se nuk ka vend për të pasur frikë ose për thjesht njeriu duhet përshtatet, pra nuk mund të jesh i ngurtë në çdo gjë që bën, edhe sidomos me zhvillimin teknologjik sot s'mund të jesh i ngurtë. Përshtaten kohës. Je kërcënuar, domethënë, ë? Ndjen kërcënimin. Jo, duhet përshtatet në mënyrë të vazhdueshme me çfarë ndodh. Unë kam para përgatitur terrenin, sepse në podcast ishte tash kam edhe Zanën, që në një ditë kur unë të jemi pa mundur që të bëj podcast, ta bëj Zana. Ta gapi çik përveç. Po sot ishte pak e turpshme Zana dhe ndoshta nga që kishte përballë 2 gazetar, dhe ishte fjalë pak dhe ne nuk e ngacmuam se nuk na lindi nevoja për ta pyetur. Të falenderoj shumë dhe shpresoj që biseda bashkë të ketë shërbyer, le të themi, për një motivim për gjithë ata që na kanë ndjekur dhe për informacionin atë pak informacion që ndam së bashku. Faleminderit shumë ti Ilir, dhe të uroj shumë suksese, sinqerisht në rrugtimin tënd. Edhe të kam thënë që jam fan si jot i vlogut tënd. Faleminderit. Në YouTube për udhëtimet. Faqen e makinave nuk është se e kam ndjekur shumë, them drejtën, por do ta shoh atë. Edhe shumë suksese, shpresoj që të jesh në të njëjtin nivel këtu, siç je me vlogun që je on top, domethënë. Do përpiqem që të mbajmë të njëjtin ritëm. Suksese. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët dhe bashkë shihemi të njëjtën e ardhshme në orën 19.